Jam këtu në qytetin tim Beratit, ku për shpejtësi bleva një byrek. Po jo vetëm Berat, edhe kudo në Shqipëri. Pak të dia, po tash ta provoj një herë. Byrek I bërë me margarinë. O qytetarë shqiptarë, ja të ishë syret që shikojnë sy. Me margarinë, vaj kanceros, gjalp kanceros me naftë. Edhe themi ne pse së mundën shqiptarë. Imagjinohet. Byrek me kova gjalpi, nafte, që gjalp nuk është ai, edhe bëhet byrek në Shqipëri. Dukuj që kanë me ligj, nësa di nga AKU-ja, që ndalohet përdorimi I margarinës. Dhe ta e bëjnë, në mos që ketë një urdhër që ndalohet apësisht përdorimi I margarinës, gjithë direktorët I pizzeritë kursejnë gjalpin që është, mund të jetë 100 lekë më shtajnë, 50 lekë më shtajnë, edhe përdorin gjalp, margarinë, naftë, kancer I gjallë, dhe orinës edhe turkën, edhe është I mëngeci, sa të e kuptova. Arrova për një moment, edhe më ngeci margarina autonikët, ku që disa ditë duaj që ta eqë të ndyrë në kryt. Anaja marrë të, edhe shtuke, edhe mos I pafsha më bojnë ti byreku e këti gjalpi. Që nuk e di që pëndot në Shqipëri. Pse vdesi shqiptarë janë, diku margarinë, diku naftë, diku qanë nuk është shut. Turpi mua, qanë nuk është shut. Turp, hajde, qatë të mëve. Falenderit.